bashkë me ta. Bravo, do të gjej për Fatmir Sharullin. Fatmir, e ki da para se me kalu tek Agimi se Agimi ndesh ti amon me një informatë të Agimi se Agimi është ish bashkëlëtore Hashim Thoçit burr. Unë pas shumë borxh këtina. Se kur do kanë thonë këtu në emision tonën e kena rru me vra, a ka thonë çështë për mua më duket. Po, jo më duket po. Kanë thonë me rruë. Ai tha edhe vet. Që kështu ky pas ka rruë mos më vra shkijet. Ai më ka rruë me më vra kështu. A kuptoni, po unë jam gjallë. Edhe Agimi ku ka më i fort. Edhe po se më ka rruë, është shumë mirë. Edhe Zoti i lën njerëzit e mirë që në këtë botë ta thojnë të vërtetën. Bravo, e vërtet. Agim. Andaj jam këtu. Po shumë e vërtet. Agim, çka mendoni për vizitën e ish-presidenti Hashim Thoçit? Shiko, është një diçka shumë e mirë, pasi që këtu kemë bëjmë një vizitë humanitare, gjë që e lejon edhe vizitë humanitare, po me kënd me Rusë Agim. Ja me njerit me dëur aty sikur me pas. Po pra, domethënë jo, sa i përket kësaj çështje ata kanë protokollin e vet që i ofrojnë siguri të paraburgosurve dhe unë një diçka e poshtë një element të mirë e poshtë që zotri tha që ishte me durë zgjidhur dhe keni parasysh ato përshëndetjet, aja ishte një diçka shumë domethënëse. Kishin dalë shumë me prit? Për faktin që jo, kishin dalë edhe më shumë, po nuk kanë qenë të informuar. Për atë arsye nuk e kanë paralajmëruar se kishin ditë që kemi të bëjmë një vizitë humanitare. Ne i urojmë Basës Haxhi Sharim sa më shpejt. Patjetër. Po ashtu edhe ne, stofi emisionin. Nga krejt kjo ishte një se me të thirrë ndarë se me ardhur prej burgut me shku ndarë se më është pak një emocion e lema me shku me pa një në smut. Pamjet e ish-presidentit ishin pak kështu, po ato janë pamje emocionuese, gjë që unë një diçka vërejta një element që është shumë i mirë që kur krejt kanë pritë që Hashim Thoçi që jetë me dur lidhur, ai ishte me dur zgjidhur dhe nuk pat në pengesë. Ndërsa sa i përket anës së asajna, ata kanë protokoll vetë dhe i kanë ato procedurat e veta, kështu që nuk është një diçka për mua. Po, kalojmë tek, faleminderit shumë Agim. Kalojmë tek politika aktuale në Serbi. Fatmir me 15 janë. Te kush më thonë? Me 15 mars janë paralajmëruar protestat fuqishme. Apo të ruajnë edhe ty me të vronë kush? Ka hi Bernabiçi me Vučićin po rrehin njerëz, studentë, është e vërtet? Sepse njerëzit nashta e dinë, nashta nuk e dinë, po te e dinë që unë udhëheq që jam drejtor ekzekutivi në instituti, po marrëdhënie ndërretnike, i kena zyrët edhe në Beograd, atje e kemi një hebreje, sepse unë nuk po muj me shkua nena, ti kallëzojmë edhe Hasanit edhe këtyne që dalim me kësë që e jem lizez Serbis, me bo me në nëzonë, vaj halli për neve, po Serbia s'ka mujt me në nëzonë edhe kur jem konë në mesin e tyne, në sigurim sekret Jugoslavis, ja u kom dzirë letrat, ja kom që Ibrahim Rugovës, e lemo tash, kur jena në liris, muj me në nëzonë, muj na ata me nëzonë. Dëgjo, ke djalli Trumpit të Vučići para 2 dite. Pse? Sepse Vučići është ka alu një lojë këgja të rrezikshme. Interesante në këtë konceptin e ngjyrave ekonomike të Trumpit. Dhe nëse e dini, i patë bombat e NATO-s, shtabin e përgjithshëm të ushtrisë si Jugosllavis midis Beogradit e kanë bombarduar. Dhe e kena pa ato foto. Qatë vend, ja kanë dhonë rreth të Trumpit. Ky djalli i Trumpit ka shkuar me biseduar disa çështje që kanë bënë në aspektin ekonomik. Mirë po, jenë që student kom atje në Serbi. Domthonë nuk u met student nesër, se koka e premte. Jo, ishin që pesat ato veteranë, çështë të fa. Jo, studentët janë ngrit në këmbë në Serbi mirëxue Vučićin. Unë e di historikisht atje çka kena lexuar deri tash që këto lëvizjet studentore kur e kanë për ime, nuk lënë pushtet mikit botë perzuar. Por kjo fillimi i fundit të Vučićit, ndoshta shtunën nuk erëzojnë, por që do të fillon rrënimi i pushtetit të ti, këtu dilem nuk ka mo. Këtu e kemë dhona nga zyrja jonë që e kemë në Beograd. Një pyetje shpesh e paraj. Hajde. Pse për shembull se e kena ftuar në emision po është frigu. Ka hezitu me orë Branislav Krstić, që 3 javë në atë lut me orë në emision,
me u përball me Fatmir Shehullin nuk ka guxim. Jo, Qëre, nuk di, a ka guxim. Sadri, janë disa Serbë të cilët Jo, në fakt se ishte ashtu me po pyetjen. Pse për shembull, domethënë gjithë gazetarët, shumica e gazetarëve serb që domethënë punojnë edhe veprojnë në Kosovë, po edhe vinë pas here siç është Radomir Dimić, janë përkrahas të Albin Kurtit. Unë veç po duhem me thonë këto se për këtyne gazetarëve Radomir Dimić nuk është gazetar. Ai ka qenë drejtori i tjegullores në Podujev para lufte. Domethënë ka qenë pjesë e nomenklaturës politike të asaj periudhe. Po shumë edhe nga për protesta që pe përmend Albin Kurtin. Pse? Ka qenë ka pas një parti politike këtu në Kosovë me një Dragi Shamiric, zbashku kanë konkuruar, nuk kanë mujt me marrë deputet. Për që për shkak të rastin e Krstiqit për kur? Krstiq, edhe ky tjetër. Pse ata nuk vinë me mua mu ballafaqu këtu? Pse? Dëgjoni. Unë nuk jam kritik i Albin Kurtit si kryeministër. Unë jam kritik i veprimeve të tij, të cilat na sjellin në një situatë të palakmueshme me Amerikën. E pse po përmendin Kovend? Dhe ky fakt që unë e them publikisht, e ka bo Albin Kurtin me ma përmend emrin. Kovend, me më thonë, Udbash, me më thonë, shpejon e Serbisë, me thonë, këto çështje, sepse unë nuk i kam rrajt kur edhe Serb, kur kam punuar në shërbim informativ të Kosovës, zoti Sadri Imeri. Atë punë e kam krye, me krijue ambient për komunitetin serb që ta pranojnë realitetin e pavarësisë Kosovës. Dhe ky fakt ju dhem do dove. Unë nuk e kom shef kur që 2 vite gjys kam qenë pjesë e analitikës e sigurimit sekret të Jugosllavisë, në Kosovë, në Prishtinë. Atë periudhë, 2 vite e gjys, unë me letra, me përgjime, me qka kom mujt, i kom quhe, se Ibrahim Rugova, nuk o konë që këja tërë. Dhe atë periudhë, unë ja kom dërzuar njëret cilën kena i tim e ta. është Shaban Mehona. Po, e vërtet. Pastaj e kom lëshuat, sepse merdhen informatat që mujtë dekonspirohem, dhe e kom luë, lojnë që kom luë zbashku me profesor, edhe profesor Agani ma ka mundësu pas të alden nga zetari. Shkurtime se jemi minutat e fundit, dojnë me një tim tjetër. Po? A do të është paralelu shumë herë vizita e Granellit në Kosovë? Pse sa dhe bo? Granelli është në Kosovë. Nëse nuk o fizikisht, a i këtu është. Po fizikisht, kur do t'janë? Po mos të merrohen bre këta burrat, se po tutën për Granellit. Jo bre burë, veç përdojna mos përna e zilë që të ngërqim politik. Jo, ngërqim politik mund vetëm populli i Kosovës ta rregullon këtë. A ko me orë me mesazh qartë nëse vjen Granelli në Kosovë? Granelli nuk bën qeveri.